A e dini se disa studiues mendojnë se alfabeti I parë evropian mund të ketë lindur pikërisht në Iliri shumë përpara grekëve e romakëve? Në trojet shqiptare, në zona si Dardani, Shkodër dhe Apoloni, janë zbuluar gdhendje të lashta në gur dhe qeramik, që datojnë mbi 4000 vite më parë. Por çfarë I bën kaq të veçanta? Disa prej tyre përmbajnë shenja të përsëritura, simbolika që përfaqësojnë zanore e bashkëtingëllore, dhe rreshta të rregullt leximi pra, diçka që I ngjan një forme të hershme shkrimi. Arkeologët e quajnë këtë skript proto-ilire, dhe ajo është më e vjetër se alfabeti grek, që deri më sot konsiderohej I pari në Evropë. A mund të jetë kjo prova se ilirët kishin sistem të shkruar shumë përpara se të lindte Athina? Disa studiues nga Evropa qendrore besojnë se simbolet ilire ndikuan në alfabetin etrusk dhe më pas në atë latin duke e bërë ilirin rënjën e shkrimit evropian. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë gjuha shqipe, që ruan shumë nga fjalët dhe rënjët e lashta ilire, mund të jetë pasardhja e vetme e drejtpërdrejtë e gjuhës së parë të shkruar në kontinentin ton. Pra, kur shikon një fjalë të shkruar sot, kujtohu, rënjët e shkrimit mund të kenë nisur këtu në zemrën e Ilirisë.